Mirëmëngjesi, fillojmë javë të re, ju urojmë ta keni sa më të bukur, edhe pse koha është kështu me shi, por duhet të gjejmë të gjithë mënyra dhe motivime të ndryshme për ta nisur ditën, javën. Ja, për shembull, gatimi është një mënyrë antistres. Do të gatuajmë sot receta shumë të shijshme me Albanën. Kemi një livath të tërë me bimë aromatike. E padyshim, avash do të mësojmë 3 receta për ditën e sotme. Sigurisht nuk do të mungoj horoskopi javor me Jorgo Pullën për 12 shenjat e zodiakut, si do të jenë pozicionuar yjet, planetet dhe çfarë ndikimi do të ketë në secilin prej nesh. Dihet që muaji Mars ka qenë një muaj me shumë zhvillime nga panorama astrologjike. Do të jemi pas pak në bima dhe shëndeti, do të flasim për një bimë shumë specifike që jo të gjithë e njohim, ka një emër të çuditshëm. E kemi prej disa ditësh edhe në tryezën tonë, quhet thundërmushka. Arsye pse quhet e tillë kuptohet edhe nga vetë emri, por benefitet janë të mëdha. Me doktor Ylli Merian do të sqarojmë se pse kjo bimë përdoret masivisht kundër kollës për sëmundjet e mushkërisë. Është në gjendje të thatë, sepse kemi prej disa ditësh që e mbajmë në tryezën tonë, por pas pak do t'ju informojmë më shumë dhe një informacion më i plot rreth përdorimeve të thundërmushkës dhe si të trajtoni kollën dhe problemet me mushkërinë. Albana na prezanton me recetën e parë për t'ju treguar hapasapi, pastaj mënyrën se si do ta përgatisni dhe ju në shtëpi. Mund të na ndiqni dhe sigurisht do të komunikojmë së bashku për të uruar një javë të mbar. Është java e fundit e agjërimit për besimtarët musliman, avash, po i vjen fundi, një muaj të gjatë, qoftë i pranuar, lutjet tuaja, agjërimi dhe gjithçka tjetër që ju keni bërë në emër të besimit dhe të lidhjes tuaj shpirtërore. Çfarë gatuan në Albana sot? Frikase, bëra para përgatitjen. Që nga sekrete sot. Frikase. Me mishqinj është e mirat mirave, por edhe mishi i viçit unë them që është akoma dhe më i mirë. Po. Mishi i qingjit i jep atë shije sepse ka yndyrën, aromën, është koha, por mishi i viçit është më i shëndetshëm. Kemi gjithmonë këto legjendat urbane larg mishit kuq, pranë mishit kuq, por unë do qëndroj tek unë sjell shijen. Më pas sasin, në gramatura dhe më pas e vendosni juve. Tu kam. Me miell kam bërë një spërkatje të mishit. Kam gjallë që gjithmonë e ndërthur me vajin, kam 2 thelpi hudra, miellin që unë e shtova dhe ju mund të shtoni çfarë do lloj mielli të keni ju. Unë për shembull mora miellin për pica. Se këtë kishim të hapur. Atë kisha të hapur dhe gjitha llojet e atë e përdora. Ta spostoj, ta transferoj pak të nxjerrën tjetër dhe filloj të vendos mishin. E largoj nga pjesa e tepërt e miellit. Pra për një racion, të pjesën tjetër që kam këtu. Normalisht unë kam shtuar dhe do ta lë për salcën për trashjen e lëngut. Për trashjen e lëngut ju mund të përdorni, po të doni ju mund të përdorni një seshte ose miell. Unë për vete i besoj miellit dhe kur themi te mielli, do të them mielli Ola, që i ka të gjitha variantet. Për bukën, për petullat, për ëmbëlsirën, për suprat, për ballokumet, pispili, çfarë të them unë të gjitha. E keni gjithë kolanën me ngjyra, tamam, pranver. Mirë se erdhe o pranver. Atëherë tek pranvera, sepse dhe frikaseja është vërtet një gjellë pranverore, bëj të përzierjen e duhur. Tek yndyra normalisht do të mbetet edhe mielli, por spërkatja me miell duhet aq sa mishi mban. Pra kjo do jetë kryesore. Spërkatja e miellit e spërkasin gjithën për shembull në një qesë të tillë dhe e lëshon vetë mishi pjesën e miellit të tepërt. Do ta lë më njanë që të bëhet. Kam qep, kam edhe presh, se qepin e pas kam fshehur. Me zbimëve aromatike. Qepën e bardhë dhe pjesën, kryesisht të bardhë dhe pak jeshile nga preshi. Ndez edhe pjesën tjetër.
Marr një tenxhere. Shtoj vaj, pak më tepër yndyrë se te mishi, dhe normalisht të dyja, këto yndyrna, do të bashkohen. Edhe pjesën tjetër. Është ndërru, po. Do të ndryshoj tenxheret. Do lë mishin të bëhet avash. Ja, shiko. Derisa të marri këtë pjesën krokante. Transferoj tenxheret. Do t'i vë pakës fare ujë. Një prekje të vogël, sepse ne dim shumë një prekje e vogël me krip. Pakës fare piper, sa përshije, dhe i vendos kapakun. E kemi thënë, nëse ne i vendosim një kapak më të vogël se kaq, më mora kapakun e tenxherës tjetër, zjerja bëhet akoma dhe më shpejt. Prandaj janë disa tenxhere që shohim ne, për shembull kapak mbi kapak. Kjo është edhe janë avujt që ndihmojnë më tepër në zjerje. Këtu kam vajin bashkë me gjalpin dhe do të shtoj qepët. Do qep, kur thonë shkodranë bajagi, nuk e di, sa herë më vjen kjo që duhen qep të shumta, më kujtohet gjithmonë shpreha shkodranë bajagi. Sa kja, të 2 apo 3? Këtu kam 2 qep. 2 qep. Kam dhe një presh që është opsionale, por më besoni që jep një super shije. Jep një super shije. Filloj dhe e ndihmoj me lugë. Pjesën e preshit do ta vendos pak më vonë, sepse është gjithmonë ka më tepër përqindje ujë. Do të shtoj edhe këtu pakës krip dhe si gjithmonë, mua më pëlqen të marr një sekond, një ulje plot elegancë nga pesha ime, pakës ujë. Sot e pas kemi mbushur plot me bimë aromatike, sa e sa tufa. Është livadi i rezes. Me majdanos, me koper, duke lëshuar të gjitha këto bimë aromatike të kuj, na shërbejmë për ta përdorur atë dhe në gatimet tona, edhe ta konsumojmë ujin e majdanozit, është shumë i mirë, pasi kemi larë mirë të gjitha bimët, është shumë i shëndetshëm uji koperit, uji i majdanozit sidomos, për të marrë natyralisht vitamin C me shumicë. Pra, llogaritet që majdanozi ka më tepër vitamin C se edhe vetë limonat. Kjo recetë ka edhe qep, edhe hudra, edhe presh. Për ta shtuar në fund fare, kam 2 thelpi hudra, gjë që tani direkt i marr dhe i shtoj. Bëj një përzierje. Shiko si fillon avash të bëhet. Do ta lë sërish të zbutet, të zbutet, po me kaq yndyrë, ka pak yndyrë, ka dhe normalisht është edhe ujë, se nuk është yndyra. Dhe i vendos kapakun avash teksa qepa, si e thash teksa, e sur dhe thosha Teksas. Teksa qepa zbutet. Do të shtoj edhe preshin. Kam një pjesë të bardhë, pra kam një presh të tërë, pjesën e bardhë, dhe deri në pjesën jeshile pa marrë bishtat. Se pjesa jeshile e bishtave është
akoma dhe më errët. Dhe e përziej sërisht. Pra e kam darë në gjysmë preshin dhe kam krijuar këto rondele gjysmë hëne. Pra jo në kubik. Sërisht e ndihmoj me ujë nga bimët aromatike derisa të bëhet. Kam 2 vezë. Tani është momenti i salsës shoqëruese. Që ndërkohë sa bëjmë gati vezët Ovital për t'i shtuar dhe për t'i rahur së bashku me produktet e tjera shoqëruese, 2 vezë mjaftojnë për këto sasi që kemi, unë do t'ju bëj një renditje të produkteve të frikases. Pra, po përgatisim një frikase shishme, mund të zgjidhni mishin e viçit, mishin e qingjit, gjithashtu janë të dyja opsione të nevojshme. Ne mësuar edhe me mishin e qingjit e kemi përgatitur dikur frikasen. Edhe me mish pule. Po jo të gjithë e kanë. Edhe me mish pule. Akoma dhe me mish pule. E keni në ekran recetën, mund ta shënoni. 1 kilogram mish qingji, 2 lugë gjelle vaj ulliri ose gjalp, 2 qep mesatare, 2 presh, 2 thelpinj hudhër, 1 tuf majdanoz, 1 tuf koper, 2 vezë, 1 lugë miell, lëngu i 1 limoni, krip piper për të shtuar shijen dhe ujin ose lëngun e mishit për të rregulluar atë trajtën apo konsistencë që të ketë salca shoqëruese e frikases. Edhe njerë, për përgatisim me mishin e viçit, në recetë keni me mish qingji, mund të zëndësoni sipas mundësive dhe dëshirave tuaja. Përgatisim salcën shoqëruese me vezët. Shtoj mielin. Shtoj dhe një pjesë ujë. Nëse ju keni shtuar pak vaj, mund ta holloj me vaj. Nëse unë të shtoj vaj tani do ishte akoma dhe më e mirë, por më del ndyra më e tepërt. Gjë që e ndihmoj duke e holluar me ujë. Limonin. Dhe derisa të bëhet gati masa e qepëve preshit dhe hudhrave, cilat duhet të zbuten. Me pak krip me kapakun vendosur sipër i ndihmojmë. Tani tek vezët Ovital shtojmë mielin e zbutur, trazuar me pak ujë ose nëse të kishim lëngun e mishit. Duke e ndihmuar me 2 pika vaj, një prekje krip, Kjo është masa që do t'ja shtojmë në fund fare. Kam preshët që do t'i transferoj tek mishi. Tek mishi. Hop, e largoj. Pastroj dhe çfarë më ka mbetur në tenxhere që të kem mundësinë. T'i lëm dhe pak kohë besoj të zjejnë të dyja bashkë, edhe mishit edhe preshit dhe qepës. Ja. Tashi si. Që edhe të lëshojnë aromat e njëri tjetrët, edhe të gëshetohen më së miri. Do të shtoj masën e kripës. Sikurse pakos fare piper. Pra shtojmë gradualisht gjatë gatimit, edhe kripën edhe piperit. Prandaj dhe themi që në fund rregullojmë shijen. Bukur fort, i vendosim pak kapakun dhe lëm të pushoj, të zjej në qetësi, ndërkohë që ne
Bëjmë shkëputjen e radhës, është suplementi Prostatol që vjen me ofertë ditën e sotme. Koha për kafe. Pam shpejt e shpejt minutazhin që kishim dispozicion, por ja që na kapët duke bërë një mokador me kapsulat fantastike që kanë plot 7 gram brenda kafe dhe që sigurisht japin asaj kremozitetin, aromën fantastike. Janë një shumëllojshmëri zgjedhjesh, mokador, kapsulat Diva dekafeinato, me 100% kafe arabike, me një shije intensive kafe sipas ngjyrave dhe siç e shihni, është një pako e plot e cila nuk duhet të mungojë në shtëpinë tuaj nëse përdorni ekspresin me një deluxe që është fantastik për ta bërë kafen shumë shpejt dhe shumë mirë, ndërsa ekspresi që unë përdora tani vjen posaçërisht për zyrat tuaja që dëshironi të keni atë kafen si kur jeni në një kafene italiane dhe ne këtë luks e kemi. Unë solla Sofin, kapsulat Diva me këto filxhanët transparent që na lën të shijojmë, ta kundrojmë. E ke parasysh atë kur ti e kundron kafen, e ndjen aromën, shijen, vën në dispozicion të gjitha shqisat e tua dhe ti merr energjinë e dur, dozën e dur të energjisë. Pra ja, me Sofin. Ja, kam lexuar diçka me që është fjala për Sofin, kam lexuar diçka për Sofia Loren. Aromë e mirë, fantastike. Kur e pan Sofian, normalisht ishte në për trupin e saj të bukur, më akoma nuk i kishte hyrë si shaq që resa kishte hyrë akoma rrugës së kinematografisë. Dhe i afrohet regjizori, gjë që u bë bashkëshorti i saj dhe i thot, Sofi thot, je shumë e bukur, ke një qeshje shumë të bukur, ke një pamje ndjellse, thot, po problemi është që pak fare më pengon hunda, i thot. E ta kështu, burri dhe regjizorin të njëjtën kohë. Po, në atë moment ishte regjizor në atë moment. Edhe i thot, dëgjoj thot, hunda është pjesë e imja, por duhet kameramanit të më ndjeki mua, që të ma sjellë hundën bukur, jo kaq, tha. Që kështu ka ngelur gjithmonë kjo miti i hundës, që Zoti në fund fare u lodh shumë për të rregulluar hundën në fytyrën e provoje t'ja thuash sot Sofive, këtë fjalë. Ja, pra me Sofin për Sofin. Se presin direkt. Të paça. Gëzuar për gjitha anvisat, na telefononi, flasim pak, është momenti që ne të ndajmë kënaqësinë që marrim prej jush dhe ju prej nesh, shpresojmë shumë për këtë pjesë. Motivi i recetave dhe i hapësirës tonë të gatimit është që këto të vinë dhe të depërtojnë tek ju, ju t'i gatuani, t'i provoni dhe të bëhemi një urlise mes jush. Kënaqësi që jemi në çdo familje, numrin e keni në ekran, na thoni se çfarë do të gatuani sot, nëse agjëroni, si i kombinoni dhe ekuilibroni syfyrin dhe iftarin. Kanë filluar dhe netët e kadrit, sigurisht që janë shumë të domosdoshme dhe të rëndësishme për çdo që e njeh dhe e praktikon, por edhe për çdo tjetër që nuk e ka mbajtur muajin e agjërimit, mund të zgjedhë ditën natën e kadrit. Diko tjetër që e përgëzojmë për të shtruar iftar, se më njoh shumë njerëz kohët e fundit që edhe pse nuk janë besimtar musliman, edhe pse nuk kanë agjëruar, kanë mbledhur miq e shok për t'i u dhënë dhe shtruar një iftar atyre. Dhe kjo është shumë e mirë. Një vepër shumë e mirë. Është vepër humanitar dhe sevap. Po. Dhe ne të gjithë duam sevapin. Si thonë tani, si thonë, se nuk e di se kush shkoi dhe u kthye, por që llogarit tona atje në atë botë do jenë më të pakta nëse ne bëjmë vepra të tilla. Pra nëse ne shtrojmë ushqimin, nëse të shojmë ushqimin. Por gjithmonë duhet ta bëjmë këtë gjë se e ndjejmë, jo se ka një lloj interesi apo jo, po e shtroj që të marr të fitoj diçka. Feedbacku është vetëm përfitim shpirtëror. Në besimin tonë, po. Frika seja po vazhdon të zi, lam pakon në fakt, për t'i zbutur preshin, qepën, hudhrat dhe mishin. Shtoj, bimët aromatike. Bimët aromatike tani. Një përzierje të mirë. E ndihmoj që të filloj të kem një balans të lëngut. Të rregullojmë temperaturën që mos të pritet.
Dhe dije shumë mirë që e bardha e vezës fillon edhe del në copëza. Avash, derisa të kemi krijuar balancën e duhur të nxehtësisë. Do edhe pak, patjetër që do edhe pak, dhe tani është momenti që unë se ajo prerja që i bëjmë supave me vezë, po duhet të krijojmë balancën, ekuilibrin dhe temperaturën e duhur për të mos u prerë veza. Tani këtu shohim një tjetër pamje. Presim një telefonat, kam mbritur në kuzhinën e Reze Dielli. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Alo. Ju dëgjojmë shumë mirë, nga puna telefononi? Nga Mallakastra. Sa po jeni zgjuar nga gjumi, apo e keni zërin e ngjirur? Jo, me grip ke qenana. Të shkuara. Të shkuara sa më lehtë ta kalosh. Faleminderit Rossi. Ishe duke na ndjekur? Rumini shumë të mrekullues me Albana që ishë bën ato gatimet të pagjysmore, 3 gatime. Faleminderit. Ja, kjo është një... Rumini shumë të mirat ke qenana. Faleminderit shumë të shkuara, mos e mundo më zërin, faleminderit që po na ndjek, edhe të urojmë një ditë të mbar. Faleminderit Rossi. Supa. Shpresoj një supë, duhet të kesh një njeri që ta ka përgatitur për sot, apo jo? Ke një njeri që të ndihmon? Iku zonja, të falenderojmë gjithsesi dhe të urojmë të shkuara. Vazhdojnë të griprat sezonin virozave, sërish kishte një rritje të numrit, deri në fund të muajit do të kemi dhe probleme të tilla me viroza dhe me problemet e mushkërive. Gjithsesi, e rëndësishme është forcimi i imunitetit, pjesa e grupmoshat e pediatrike, gjithashtu edhe të moshuarit, janë më të ndjeshëm ndaj virozave respiratore. Urojmë të shkuara të gjithëve që janë duke kaluar këtë problem shëndetësor. Presim të tjera telefonata për të na sugjeruar receta të kësaj jave. Çfarë dëshironi të përgatisim në Reze Dielli? Dijeni që kemi një hapësirë goxha të konsiderueshme, ora 9 deri në 10 i dedikohet recetave, kryesisht recetave tradicionale, i sjellim shpeshherë edhe të moderuara duke u bërë më të lehta, e po ashtu për të sjellë atë nostalgjinë e gjysheve, gatimeve të vjetra shumë, teksa ju na i sugjeroni. Do na shkruani padyshim dhe të na sugjeroni edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli, ku do të jetë e postuar dhe frikaseja e sotme, por jo vetëm, edhe recetat e tjera që ka menduar Albana. Zoja pak më herët tha që bëni 3 receta për hapësirën që ju keni. Secila recetë sigurisht do kohën e duhur për t'u përgatitur. E rëndësishme është që arrihet një qëllim i tillë për t'u treguar e plot, edhe pse ndonjëherë pjekja nuk arrihet, po ato e sjellim pastaj, sepse puna vazhdon edhe pasi ne jemi larguar nga ekrani, puna vazhdon për t'i pjekur dhe sugjeruar me foton përkatëse në coverin e YouTube-it. Për shembull, frikaseja arrihet nëse pjesa e mishit është pjesa speciale e mishit. Po. Sa e duhur që zjen. Për shembull, byreku nëse unë nis në fillim fare, patjetër që ne e arrim sepse do të 45 minuta. Pra janë disa gatime që ne mund t'i arrim dhe disa të tjera jo. Një spërkatje këtu. Dhe kaq, na bëft mirë. Është gati. Është gati frikaseja, unë po e përsëris dhe një recetën, se çfarë përmban ajo edhe njerë e theksojmë, zgjidhni mishin e qingjit ose mishin e viçit. Receta origjinale e ka me mishin e qingjit dhe ne ashtu e kemi lënë edhe në tabelën tonë. Pra, mish qingji, vaj ulliri ose gjalp, 2 qep mesatare të griraimët, 2 presh, po ashtu dhe 2 thelpinj hudhër. Varet sa të fortë doni dhe ju aromën e hudhrës, 1 tuf majdanos dhe pak koper, 2 vezë, 1 lugë miell, lëngu i 1 limoni, kri piper për të rregulluar shijen, ujë ose lëng mishi për të përgatitur atë salcën e frikases. Ajo u përgatit, është gati, e kemi servirur, pak bukë të thekur, pak bukë misri, ndonjë shoqërim tjetër që mund t'i bëni, pilaf, e gjithçka tjetër që u gatuani për t'i shoqëruar, ose kështu siç është. Tani, bëhemi gati, në tryezën tonë do të vinë produktet e recetës së dytë, më parë bëjmë një shkëputje me reklamat e radhës.
Mirë se u rikthyet, vazhdojmë të qëndrojmë në kuzhinën e Reze Dielli për të sjellë një tjetër recetë. Bëhet fjalë për pitet. Pite ose petulla. Pitet? Po, kanë disa elemente që i bëjnë ndryshe. Faktikisht është recetë e Vlorës. Është recetë e Vlorës. Pra, është majaja mund ta keni të thatë, mund ta keni dhe të butë. Nëse është maja e thatë, duhet diku te 7 gram. Nëse është maja e butë, diku tek gjysma ati kallupit që ne e gjejmë në për markete. Tu, kam tretur majan me ujë të vakët, normalisht do të marrë sheqerin. Sheqeri e ndihmon, sepse është kërpudhë dhe dim që kërpudhat e kanë qef. Sheqerin aktivizohen. Do të marrë 2 lugë miell dhe e trazoj, kur në thonin dikur, gjyshet. Derisa këtu do të fillon disa vrima të voçkla, që do të thotë që unë po aktivizohem, pra bjen këmbana, ndryshe kjo quhet tharmi, po ta ruajmë bashkë me pjesën tjetër që ne do zëm, heqim një copë brumi dhe e ruajmë me një kavanoz. Do shikojmë që gjatë ditëve do krijohet një volum. Shpesh herë ka ndodhur, nëse se kemi mbyllur mirë tapën të filetuar, ka ikur tapa për pushime. Ja, do ta lë të tillë. Këtu kam majan. Marë enën. Kam miell të bardhë dhe miell misri. Miell misri të verdh. Kam vendosur unë, ju mund të përdorni çdo lloj mielli. Mund të përdorni miellin e thekrës, mund të përdorni miellin bio, çfarë të dëshironi ju. Ja, janë këto 2 miella këtu që unë i kam lënë. Kam lënë dhe këtë të hapurën këtu sepse nëse unë ujin e kam më të ngrohtë, normalisht që mua më duhet të shtoj miell. Dhe pjesën e miellit unë gjithmonë nuk e shtoj të saktë këtu, lë vazhdimisht për të marrë. Këtu kam raki. Do shtoj rakin. Pite të sheshta me raki, pra. Do të shtoj masën e miellit. Sikurse dhe pjesën e ujit. Kanë ditur gjyshet se çfarë t'ju shtojnë nga një element të ri. Ishte rakia për dasmat. Kur bëshin dasma ka qenë gjithmonë dasëm, normalisht ka qenë për vakit, ka qenë për smundjet. Po moj, gjëja fare. Për forkim. Do të shtoj pakës vaj, pak fare, pjesën e ujit sërisht, derisa Trazimi mirë. Kam majan. Do ta shtoj. Sepse do ta lë të aktivizohet. Lëri. Du të punuar mirë ky brum. Do të marrë miellin. Prandaj dhe kam lënë miellin e hapur. Do të shtoj. Pra keni diku te 300 gram miell të bardhë, 100 gram miell misri. Si të dëshironi ju, mund të shtoni dhe miellin e misrit më tepër. Dhe e trazoj. Sigurisht që çdo brum ka nevojë të pushojë, të qëndrojë, të aktivizohet, aq më tepër kur kemi dhe majan të shtuar në të. Bëhet gati brumi, ndërkohë një lexim recetës së shkruar në ekran do të ishte e nevojshme, besoj, për anvisat, për gratë që po na ndjekin. Pite të sheshta. 300 gram miell gruri, 100 gram miell misri. 1 lugë çaj krip, 1 majluge sheqer, 7 gram maja buke,
300 ml ujë të vakët, pra 1 gotë e gjysmë, 1 teke raki, 2 lugë gjelle vaj. Pra, lista me produktet. I trazojmë brumin në mënyrë që të... Tani faktikisht dua të kem edhe pak miell misri. Të lutem më shto pak misri apo miellin tjetër të? E të hapim një pak të re, sepse do na duhet edhe në ditët në vazhdim. E duhur. Në hape me gërshor që t'jesh Ola i ka të dyja dhe miellin e bardh apo miellin e verdh, si të dëshironi ju. Tu ka vendosur të tush i bardhi, unë kisha vendosur miell të verdh, pa problem, ë? Mjafton që duhet të kem një miell, op. Sërish më shto miell, sepse uji është i nxehtë. Ka nxehtësinë. Ja. Shtojmë miell. Punojmë mirë. Që duhet një... Ja provojmë kështu më mirë që të qëndroj i butë. E mund të lëmë të qëndroj për pak minuta, derisa bëhemi gati për përgatitjen e recetës tjetër. Kemi mëlçin në recetën tjetër. Shtoj tamam tani. Shtoj tamam pa... është e duhura. Duhet të ri të jetë e butë. Shumë mirë, kaq. Dhe duhet ta lë të tillë. Shiko, kur zihet brumi, që është i bërë gati, nuk ka nevojë se e pastron vetë enën. Për pjesën tjetër që mbetet aty. Pa le të lexojmë recetën tjetër. E punojmë, do ta lëm pak të qëndroj, sepse i duhet brumit të çdo lakrori, pite, aq më tepër kur kemi shtuar dhe pak maja aty, 7 gram maja, që të aktivizohet, të fryhet pak. Kemi mëlçi në recetën tjetër, si do t'i përgatisim ato, shohim së bashku të shkruara në recetën e vendosur në ekran, mëlçi tigani sipas traditës së Vlorës, edhe pitet që kemi sipas traditës së Vlorës, edhe këtë recetë tigani, 500 gram mëlçi, qingji ose viçi, 1 qep e madhe, 2-3 thelpinj hudhër, edhe këtu na duhet pak raki, vaj ulliri ekstra i virgjër, krip dhe piper, rigon ose trumzë, lëng limoni për t'i shërbyer. Dhe jep shije, gjithashtu lëngu i limonit do të na ndihmojë në fund fare, nëse do t'i konsumojmë, kështu do t'i skuqim, do t'i përgatisim, na ndihmon edhe për t'i përthithur hekurin mëlçive. Gjithmonë kur kemi për shembull dhe spinaqin që duam ta konsumojmë për të përthithur sasinë e hekurit, sepse ne e dimë që spinaqi ka hekur, por ka vështirësi në përthithjen e tij. Pra, që atë ta përkthejmë në hekur në organizmin tonë, ndaj duhet ta shoqërojmë gjithmonë me lëng limoni, me vitaminën C. Edhe majdanozin nëse duam t'i marrim vitaminën C, patjetër që duhet sasia, pra nëse e shtojmë tek gjella, tek mëlçit, i shtojmë edhe majdanoz po të duam. Ndyrën. Mëlçit, brumin ja ku e kemi. Do ta lëm të qëndroj pak, këtu është pak ngrohtë, nuk na pengon nëse do të qëndroj, kështu që po e lëm të pushoj. Marr pjesën tjetër. Siç e shihni, kemi mëlçi të freskëta, duket që nga ngjyra, edhe kur i zgjedhim tek kasapi, ka një mënyrë të gatimit, të parapërgatitor të mëlçive. Duhet të shkojë pjesa e mëlçive, duhet të jetë njësh me indet në prerje. Do t'i lëm dhe pak në ujë ose në qumësh, kam dëgjuar që i lën. Në qumësh për të larguar aromën e mëlçive. Edhe në formë mënyre pastrimi.
edhe për të aromën dhe shijen që do të ketë në fund. Nëse kemi anvisa, të cilat janë duke na ndjekur dhe janë nga qyteti Vlorës, le të na telefonojnë për të na treguar dhe mënyra të tjera, edhe pitet, edhe mëlçin, kanë një përbërës siç është tekja e rakis. Keni të tjera receta, mund na i sugjeroni, na telefononi në numrin që do shihni në ekran, vazhdoni ta keni në ekran. Ne ju presim. Bashkë paralelisht është dhe një zhvillim jo fort i këndshëm nga Vlora, kështu që recetat i kemi të tilla këtu. Telefonueset nëse na ndjekin, të na telefonojnë, na vi zëri tyre këtu, për t'i dëgjuar dhe për të na sugjeruar receta të tjera të traditës së Vlorës. Ka plot receta padyshim, kemi munduar të shkojmë nga një qytet në qytetin tjetër në mënyrë të përditshme, sipas traditave që sill Albana, gjithmonë me këmbën në tabanin e recetave të nostalgjisë, e pse jo të mos e përcjellim vazhdimisht në studion ton në kuzhinën e Reze Dielli. Le të presim pak të zbutet, qepa dhe merre. Ti ke marrë kështu një copë tek kasapi, tash do të na tregosh edhe prerjen e saj. Kemi mëlçiviçi, kam rakin, kripën dhe hudrat. Priten në shirita. Ka një sekret pjesa e mëlçisë. Nuk kërkon zjerje shumë. Nëse ne zjejmë shumë, fillon e forcohet. Pra, e kalojmë në trupin e njeriut, mëlçia është i vetmi organ që rigjenerohet, dhe a e di Albana se cili organ shuhet vdes i fundit pasi njeriu ndron jetë? Është pikërisht mëlçia. Është organi i fundit që pushon se ekzistuari në trupin e njeriut. Kam mbritur një telefonat, e mirëpresim. Dëgjojmë zërin e kujt? Mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Ju dëgjojmë, nga po telefononi? Dua të flas me jemi drejt për së drejti, po jemi duke folur së bashku, zëri juaj vjen direkt këtu në kuzhinën tonë. Po, nga Vlora jam, nga Vlora. Ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit. Po. Tani, kemi 2 receta. Më pëlqen shumë gatimi juaj, dhe atë, po, i pash, po ju ndjek që nga fillimi. Edhe atë mëlçin e gatuaj me perime, shumë të mirë, me shumë lloj perimesh, bëhet shumë e mirë, edhe kështu si po e gatuan zonja Albana. Në lidhje me ato pitet, ne këtej nga Vlora i bëjmë dhe petullat vetëm me raki, me krip dhe ujë, dhe bëhen shumë të mira. E njëjta, me miell gruri apo shtoni dhe pak miell misri? Jo, nuk e shtoj fare miellin e mi, si pas traditave tona të nënave. Miellin e grurit. Vetëm miell gruri, ujë, krip, vaj. Po, bëhen kështu të sheshta, dhe më pas me çfarë i shoqëroni kryesisht? Të sheshta, po me djathë, me mjaltë, me çfarë të mundemi. Ka ndonjë arsye sepse i shtohet rakia? Rakia, për të mos i hedhur as maja as sot, edhe e kullon, e bën shumë mirë, vetëm që do pak zjarr, që të piqe. Do një vaj të nxehtë. Do zjarr të fortë. E kuptoj. Po tjetër recetë nga Vlora. Vaj sigurisht, po edhe zjarri duhet sik i fortë. I fort. Po kemi lloj receta shtashi që ati përmendin kohë të gjitha gjërat. Më tipike që falenderoj. Ju e përgatisni. Po sot për shembull çfarë ke gatuar? Çfarë ke menduar të gatuash? E kemi zonjë? Sot nuk kam gatuar fare se e bëj gjellën për 2 ditë. Sa mirë. Do t'jeni pak veta, besoj.
Po 2 veta jemi burë e grua, s'ka në Shqipëri të jetë veti 3. E vërtet, e drejt. Burë grua. Ashtu është. Janë larguar ose zgjedhin fëmijët të jetojnë më vete. Ju uroj shëndet, të kaloni dhe ta keni sa më gjatë njëri tjetrin në krah. Faleminderit. Roshi, gjithashtu dhe ju, kalofshit një ditë të bukur. Gjithashtu dhe ju, faleminderit. Javë të mbar. Na dëgjuan zonjat e Vlorës për recetën, siç e tham që fillojmë edhe i futim pak duart, i moderojmë pak tek recetat, gjithmonë për t'i përmirësuar. Kjo dhuratën. Është një dhuratë. Gatim është gatimi që unë jam inspiruar nga zonja Dhurata. Dhe Dhurata dihet që është një ndër, po të themi, edhe historiane dhe ullumtuse e gatimit të traditës. Është pasuri për kuzhinën tonë, Dhurata Thanasi. Prandaj është vërtet, është një lugë argjend. Vërtet. Në tryezat tona, është një lugë argjend. Atëherë këtu unë kam mëlqit, i kam prerë në ripa, e kam ndihmuar me pak fare krip, këtu unë kam preshin, i cili fillon edhe zbutet duke i shtuar pjesën e kripës, bashk i shuajnë me rakin. Dhe vendosim pak vaj. Tani filloj kripën dhe e lë të bëhet. Sikurse dhe këtu, i largoj të gjitha, sepse dua që të filloj me pitet. Të skuqim 2-3 pitet e para për t'ja u treguar zonjave, derisa bëhet gati dhe zbutet mirë qepa preshi për mëlçit. Sipas traditës së Vlorës, pak raki i shuam mëlçit, sigurisht kripën gjatë rrugës jo që në fillim, sepse dihet që nëse e shtojmë kripën që në fillim edhe tek mishi dhe tek mëlçit, ndikon që ato të qëndrojnë të forta dhe kjo nuk na duhet. Na duhet që qëndrojnë të buta. Punojmë edhe një herë brumin, duke i dhënë atë energjinë e mirë dhe ngrohtësinë e dorës. Shumë mirë. Me një letër, e di që ti aty, me një letër e fshim pak. Sepse e dua ta kem këtë shije. Prandaj dhe e lash. Dhe e lëm të bëhet dikush, do t'i pëlqej që të jetë kërce mëlçia. Po. Do të shtoj edhe këtu pjesën të vajt, pra e lash shijen, sepse këto pite shkojnë me shijen. I vët e kapakun që të më bëhen. Pra pitet do t'i shoqërojmë edhe me mëlçit. Kjo është arsyeja, ndaj që edhe nëse marrin aromën e tyre, është mirë akoma. Përsa mirë është lidhur brumi, është gati për ta punuar dhe për t'i dhënë formën. Japim formë me dorë, me një gotë, me oklajin. Pra, jenë pa formë. Shikoj një razh për gati vaj. Kështu duhet jetë. Okej. Sepse në momentin që unë kam përdorur këtë tiganin që kishte. Dhe tani shtoj pakës miell tu, Kaq duhet jetë trashësia e brumit të piteve që i vendosim në vajin e nxehtë për t'u skuqur. Po të duam bëjmë të tilla, po të duam I japim një masë pak më të madhe.
edhe sot si ditë pushimi që është zonjat kanë më tepër kohë dhe mundësi për të përgatitur pite apo recetat të tjera dhe të gjitha llojet e piteve, petullave që kemi sjellë për gjatë gjithë kësaj periudhe i gjeni në kanalin ton në YouTube. Klikoni në Reze Dielli në rubrikën e recetave të gatimit dhe do të gjeni variante të tjera të përgatitjes së piteve. Ja dhe 1 minutë të presim sa të piqen 2 pitet e para dhe ne ju falenderojmë shumë që keni qëndruar përpara ekranit në hapësirën e gatimit. Rezja vazhdon, do t'jemi pas pak edhe me horoskopin dhe me rubrikën Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Besoj janë bërgati, janë zbutur. Edhe një pjatë të lutem, edhe një pjatë të shesht, që unë të kem mundësi. 2 pjata do më cilësh, të shesht edhe një. Që shpuna është aji momenti i fundit. Mire ke bërë, shumë mire ke bërë. Vendosim edhe pitet këtu. Duam që t'i shihni të përfunduara recetat, të pjekura të zjera. Gati për t'i provuar ato edhe pse është herët, por një degustim nuk na bën dëm. Edhe pitet, vendosim të tjerat. Ja tek i keni 3 recetat tona, Merë Albana vendosi edhe këto 2 të tjerat, se do të vazhdojmë t'i sigurisht me djath, me mjalt, shoqëruar për shoqëruse të mëlqive, gjithashtu të frikases. Kjo është tryeza jonë që kishim menduar për anvisat. Shpresojmë që t'ju kemi frymëzuar, shihemi nesër në hapësirën e gatimit me Albanën të lumshinduar si gjithmonë, ndërsa së bashku do të shihemi në 10:10 ju pres. Parashikimi yjeve për javën e fundit të marsit. Kemi 3 ngjarje të rënda e të mëdha astrologjike për të gjitha shenjat, Mërkuri në retrograd, thot Jorgo Pulla, eklipsi diellor ditën e shtunë, po ashtu afërdita në retrograd, se si do të ndikojnë këto 3 zhvillime astrologjike për secilën shenjë. Le të dëgjojmë tani me një herë. Mirëserdhe. Mirëserdhe, kënaqësi. 3 zhvillime të tilla besoj se do të kenë një ndikim të fortë në mënyrën se si do t'i perceptojmë zhvillimet e kësaj jave dhe si do të reagojmë, përderisa edhe Mërkuri në retrograd tregon që do të kemi probleme me komunikimin apo jo. Unë kam thënë gjithmonë dhe e them që planetet na tregojnë, na diktojnë. Ne çfarë duhet bëjmë? Atëherë nëse jemi do të shkojmë te doktori, do të vëmë temperaturë përpara, do të vëmë termometrin. Shikojmë sa temperaturë kemi, pra vëmë te doktori. Këtë bëjnë këto planete. Ndikimi që kanë bëjnë, sepse duket se java sjell keq kuptime, tensione në marrëdhënie personale, profesionale, me Mërkurin dhe afërditën në retrograd tek Peshqit, kemi eklipsin diellor tek Dashi, që kërkon pastrime emocionale, ndërsa Neptuni tek Dashi sjell zgjime të reja të brendshme për gjithë. Duke pasur parasysh mënyrën dhe mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë në fushën e vendimeve që mund të merren, dhe një kohë që tani është momenti dhe periudha që ndodhin këto, është janë e mirë në fakt se na bën të ndihemi, të zgjohemi dhe të lëmë pas të kaluarën. Gjithmonë eklipset na japin mundësi që neve të shikojmë përpara, të kthejmë kokën pas që mos bëjmë gabime kur ecim përpara. Dhe ndryshimi më i madh që ndodh është tani, është java e fundit e muajit mars, por kot nuk thonë që shkurti ligë dhe marsi rip. Dhe ky marsi tani kot e fundit thotë që nëse nuk je gati, atëherë të gjobit. Duhet pasur kujdes sepse po përgatitemi për muajin që vjen. Ajo që do duket, ka të bëjë shumë me eklipset, në fakt pastrojnë të shkuarën. Sidomos eklipsi diellit, por është pak i vështirë në mënyrën se si neve e konceptojmë. Dhe si neve, për disa që nuk i vënë re, hajde punë e madhe, edhe disa gjëra që ndikohen. Por gjithsesi do të pasur kujdes. Le të hedhim një sy këtyre shenjave. Fillojmë me Dashin, me shenjën e parë. Dashi, kjo javë është plot energji intensive, por edhe sfida. Mërkuri dhe afërdita janë në retrograd tek Peshqit. Tek Peshqit tek një shenjë intuitive, që do të thotë që gjithmonë ndikon në komunikimin në marrëdhënie. Eklipsi diellor të shtunën në shenjën e Dashi, që do të thotë ndikime shumë të mëdha, emocione të papritura. Mund të ndjen në situata që janë jashtë kontrollit. Kjo mund të jetë shtysë për fillime të reja, sepse siç e thash që na zgjon nga e kaluara dhe neve jemi gati që të nisim diçka të re në fushën e biznesit ose diçka të re në fushat që neve kemi. Prandaj duhet të jemi shumë të vëmendshëm të kujdesshëm. 10 ditë që parë dhe 10 që 3 duhet pasur shumë kujdes në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë në fushën e biznesit, sepse Dashi gjithmonë
që është guximtari, kanë Marsin dhe gjërat që do të ndikojnë. Por në dashuri do të thotë që në jetën emocionale sjell ulje dhe ngritje të forta emocionale. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të shmangni reagimet e tepërta, pasi komunikimi mund të jetë paksa konfuz. Të palidhurit kanë të bëjnë një ndikim shumë të mirë tani në këtë periudhë dhe është momenti dhe është koha sepse duke pasur parasysh edhe mënyrën se si vijnë gjërat, edhe periudha ku ndodhin fenomenet, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv ku gjërat do fillojnë të reagojnë në një farë mënyrë, njerëzit reagojnë shumë tani në këtë periudhë, po të vini re. Do shikojmë lajme. Jemi në transmetim, shkëputemi tani për një moment se sapo ka ndodhur, po ndodh. Dhe kjo do të thotë, sepse kemi ndikimet e mërkurit që është komunikimi, probleme që do të kenë kujdes në lidhje me teknikën, në lidhje me gjërat që kemi në televizionet, në lidhje me gjërat të tilla që kemi në këtë javë, është javë sa një vit. Por ne të pasur kujdes për këtë javë. Një javë sa një vit. Po. Ajo që do të kenë kujdes më tepër ata që janë të palidhur ose duhen të nisin një lidhje, do të jenë të sigurt për të nisur vazhdimsinë e tyre. Shkojmë tek shenja radhës që është Demi. Demi thotë që rivlerësimi në marrëdhënie dhe në çështjet profesionale është ndikimi, pra. Kjo javë mund të sjellë disa vonesa dhe zhgënime, veçanërisht në fushën e komunikimit, të marrëdhënieve, për shkak të lëvizjes retrograd të Venusit, pra afërditës në Mërkurit tek Peshqit. Eklipsi diellor në dash ditën e shtunë mund të sjellë disa ndikime jo të mira, si ta çështje të fshehura, pra disa sekrete. Përgatituni për juve që jeni qenë në vende kyçe ose keni një problem, keni firmosur diku, shikojeni, bisedojeni se keni kohë akoma. Nëse ndiheni të pasigurt, shmangni marrjen e vendimeve të mëdha këtë javë. Tjetë sot për sot, jo sot për 5 vjet. Do të pasur shumë kujdes në kontrata. Pikërisht kjo javë në lidhje me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me nëse ata që janë të palidhur. E shtuna sjell momente domethënëse që mund të ndryshojë rrjedhën e dashurisë, sepse ka të bëjnë shumë ndikimet e Mërkurit, kanë të bëjnë shumë ditën e shtunë, edhe mundësitë të reja që kanë të bëjnë në fushën me duke pasur parasysh dhe eklipsin diellor, pra do na japi mundësinë që neve të shikojmë më pastër, më çiltër në ata që neve duam të bëjmë. Shkojmë tek binjakët. Binjakët. Probleme komunikimi, tensione të brendshme. Ajo që do të kemi për sa përket binjakët duket se kjo javë sjell disa keq kuptime për shkak të retrograd të afërditës dhe Mërkurit tek Peshqit, pavarësisht vështirësive në komunikim. Por duhet jemi të kujdesshëm sepse binjakët kanë pasur shumë probleme më përpara. Dhe vjen një moment tani për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Sepse momenti që neve kemi, kohën që neve vjen tani, është një moment shumë i mirë në lidhje me ne të kuptojmë se çfarë po ndodh, të kuptojmë në gjërat që neve kemi. Dhe veçanërisht kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme sepse duke pasur parasysh edhe komunikimin dhe ndikimet e mëdha që kemi tani tutje, është periudha që ne ndonjëherë neve themi që i duam gjitha, po jo gjitha si marrim dot. Pra këtu kërkohet pak vëmendje. Në dashuri, dita e shtunë, nëse pra të palidhurit, sjell ribashkim për disa që janë të ndarë në një mënyrë apo tjetrën. Po, ndalemi të shtunë nga që është eklipsi diellor të shtunën, prandaj po, të shtunën. Dhe kjo bën, prandaj unë them gjithmonë. Vini re në për rrjetet sociale, çfarë flitet për eklipset. Do bëhet nami. Do bëhet kjo, do bëhet asgjë s'bëhet. Mor do të marr tort, po them. Është shumë mirë sepse pastron të shkuarën. Një herë e mirë, ndriçon vendet e errta. Nxirr në pa gënjeshtrat. Si dikush ka gënjur, ose dikush thotë për shembull firmos se këtë se nuk është ka asgjë. Edhe ti do të mendosh, po thënë ta firmos apo jo. Ja, këto janë të gjëra që janë me ndikime të mëdha që kanë. Ajo që do të kemi tani në këtë periudhë janë disa mundësi të reja, për sa përket lidhjeve, dhe është një mundësi e artë për ata që duan bëjnë një lidhje serioze ose mbas shtunës së tutje, gjërat do jenë më ndryshe. Okej, kalojmë tek gaforja. Eklipsi diellor për gaforën, si do të ndikojë? Stabilizimi dhe rivendosja e ekuilibri është motoja. Çfarë ndodh? Kjo javë sjell edhe pse disa pasiguri të vogla që kanë bëjnë, por afërdita dhe Mërkuri në retrograd tek Peshqit mund të turbullojë disi gjykimin ose atë që ne mendojmë. Jo thotë rishikoj edhe një herë, mendoj edhe një herë. Pra të jep mundësinë e këtyre gjërave, por eklipsi diellor në dash që ndodh të shtunën në orën 11, do të thotë që edhe pse ndryshimi në çështje personale ose të nxjerrë në dritë çështje të hapura që kanë lënë pas dore. Tani kjo është mirë apo për keq? Është për të mirë. Sepse të thotë që mbaro këtë punë ose kreditë vjetra, problematikat. Vini re në eklipse ndodhen këto të mashtruesit e bankave. Po që eklipsi hënor. Që dolën me sipërfaqe dhe diellori apo hënori është më i fuqishëm? Të dyja. Si eklips. Të dyja. Kush godet më shumë? Diellori. Diellori. Jo, Kujdes të shtunën. Ka të bëjnë, sepse hëna është më dashur.
Se ka të bëjnë shumë, e thot, e jep më butë. Po, ekuilibri diellor, ka çik problem nëse nuk i vëmë re gjërave. Do shikoni këtu do jemi. Unë do them me bindje të këtë gjë. Qartë. Kalojmë tek dhe mundësit. Po dalë të themi çiku dashurinë kësaj gafore se si janë gaforet në romanc? Në romanc gaforet në fakt se janë të familjes, në disa raste është vështirë që lidhen me gafore. Prandaj gaforia ngaherë që ndron dhe vetëm. Do të zgjedhë vetë kur zgjedhë, sepse është e familjes. Sepse nuk duron dot llafe në ajër. I do me këm tok. Dhe kjo është sepse janë gaforet, janë shejuji. Gaforet janë me ndikimin më të madh që ata kanë tek familja. Janë të fokusuar të nuk duhet atyre se çfarë bëhet puna ose të jenë në role të drejtuese të larta. Thotë familja përpara pastaj të tjerat. Kurse të tjerat kanë ndryshe. Okej. Luani pra? Luanët. Rritje dhe ulje në dashuri, perspektiva të reja në biznes. Që kanë bëjnë luanët, është motoja e kësaj jave. Kjo javë është plot me kthesa dhe paksa të rrezikshme. Prandaj larg keni kujdes me shpejtësinë. Me shpejtësinë në kuptimin e punës të kësaj, ose kanë problem kështu. Merkuri dhe Afrodita retrograd tek Peshqit, eklipsi diellor në dash të shtunën mund të shkaktojë disa ndikime, prandaj keni kujdes. Është koha më e mirë për të rishqyrtuar prioritetet tuaja dhe për të lënë pas gjërat që juve keni dhe dëshironi. Momentet e koha që juve keni është mundësi e artë në ndryshime dhe në kohën e duhur për sa i përket mënyrës, për sa i përket rëndësisë dhe çështjeve që kanë bërë. Megjithatë, është një ndikim shumë i mirë edhe në dashuri për luanët, sepse ka të bëjnë shumë gjërat në fushën e dashurisë, durim dhe kujdes kërkohet. Nëse kanë një njohje dhe janë shkëputur, pa një arsye, kjo javë sjell ndikime pozitive sepse sjell bashkim. Dhe sidomos, për të gjetur rrugën e qartë në drejtimin e duhur, duhet të bisedosh me personin që ke përballë. Asnjëherë, në asnjë mënyrë, kjo javë nuk duhet të ketë persona të tretë në mes, sepse prishin disa ekuilibra. Logjike që duhet njeriu të përballet me personin që ka në krah dhe me atë të gjejë zgjidhje. Dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Vijojmë tek Virgjeresha. Çfarë ndodh me Virgjereshën? Virgjeresha motoja është rivlerësoni çështjet financiare dhe profesionale. Kjo javë mund të jetë një javë me ndikime dhe favorizime njëkohësisht, por kërkohet mjaft kujdes, sepse ajo çka do ndikohet tani, meqense se kemi eklipsin diellor ditën e shtunë tek Dashi që sjell energji intensive e cila mund të krijojë disi ndikime të mëdha profesionale personale, është një kohë e mirë për të bërë rishikime dhe rivlerësim të situatave. Edhe pse mundësia që kanë bëjnë në fushën e punës, ka një mundësi shumë të mirë, vetëm do kenë pakujdes me bankat. Mos harxojmë më tepër se ç'duhet këtë javë. Dashuria. Në jetën tuaj emocionale mund të përjetoni ulje dhe ngritje të forta emocionale për ata që janë në njohje ose janë duke u njohur dhe nuk janë të sigurt për ata çka do të bëjnë, e do të jenë kujdesshëm. Nëse nuk diskutohet se arrije qëllimi, kuptohet, nuk diskutohet kjo gjë, por gjithsesi është një mundësi e artë për sa i përket çështjeve ose lidhjet njohje që bëhen mbas brenda kësaj jave me vazhdimsi, duke se janë të mbara, nuk ka problem, nuk ka diçka për të shqetësuar, por gjithsesi koha dhe momenti është perfekt, duke pasur parasysh në anën profesionale, ka disa vonesa të vogla, por do arrijet, edhe pse keni disa virgjeshët kanë mundësi për të rritur gjërat që nuk diskutohet. 2 minutat kanë ngelur, kështu që do t'i marrim kohë të enjte, do vim të për muajin prill, Jorgopulla. Peshorja. Ti kërkojmë ndjes tani, sepse këtë minutazh kemi sot. Për sa përket peshorëve, peshorët rivlerësim në marrëdhënie dhe pastrim intensive emocionale shpirtërore. Ndikimi dhe ndryshimi janë dy gjëra kryesore. Për sa përket mundësive, mërkur të duhet të pasur shumë kujdes, mos dhe ditën e shtunë mbas dite ka ndikime shumë të mira. Akrepi. Për sa përket akrepëve, vendime dhe mundësi të reja në marrëdhënie, duke pasur parasysh kohën, duke pasur parasysh mundësi që jepen, duke filluar që tani nuk diskutohet, e ka fajin Mërkurit, kemi qenë tani në për këtë arsye, po. Që tani fillojnë problemet po gjithsesi, duke pasur parasysh dhe mundësi që jepen tani në lidhje me punën dhe kohën, akrepët gjithmonë janë në qendër të vëmendjes dhe duhet pasur shumë kujdes mos të nxitohen. Shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, duke se shigjetarët motoja është kujdes në jetën e përditshme larg debateve dhe komunikimit. Do të jenë shumë kujdesshëm. Kontratat e rëndësishme t'i shtyjmë pak më tutje, sepse ka pak problem. Dashuria. Njerëzit që janë të palidhur kanë mundësi të reja mbas ditës së premte. Bricjapët. Bricjapët thonë që ndikime në marrëdhënie dhe rishikime profesionale. Edhe pse kjo javë ka ndikime shumë mira dhe një lajm shumë mund ta marrin ditën e mërkurë ditën e njëjtë në lidhje me punën ose diçka të re, por do të kenë kujdes se si do të vendosin për këtë gjë. Në çështje shpirtërore, edhe pse diçka e papritur mund të ndodhin në fushën e dashurisë. Ujori, livlerësime, qëllime dhe partneritete. Përse përket ujorëve duket se kanë ndikime shumë të mirë dhe mundësi të reja,
por gjithashtu ka një ndikim në anën profesionale, sepse edhe disa shpenzime të paparashikuara do t'ja dalin, sepse kanë mundësinë dhe din shumë mirë çfarë do të bëjnë. Peshit thonë që më jep mundësinë të t'jap kohën. Atëherë i bie që ndryshimet të papritura dhe ndikime në anën shpirtërore. Një njohje që kthehet në lidhje serioze, që mund të kthehet lidhje në mërkurë dhe tejte, është një ndikim shumë i mirë. Në lidhje me një udhëtim dhe për ata që ndodhen në Angli, ka një mundësi dokumentacioni për sa i përket këtyre çështjeve, edhe pse kemi mërkurin retrograd, por është një kohë për të rregulluar dhe stabilizuar gjërat. Çfarë zodiaku je ti, Jorgo? Shigjetari është. Shigjetari. Ka që kuptueshëm është shigjetari? Po është. Domethënë, jo Mërkuri në retrograd, afërdita eklips dhjetor, po bravo për kohën që respektove. 30 vjetë furgjim, mos ditë bëj bukë, besoj që. Faleminderit shumë. Për muajin prill e kemi sërish të enjten Jorgo Pullën, për të parët që jemi për ta shprehur se si do të jetë ky muaj që vjen pas një muaji kaq të vështirë siç është marsi. Faleminderit edhe një herë, ka publicitet, rikthehemi me Bima dhe Shëndeti. Ju përshëndesi, mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Mirë se erdhët, doktor, kënaqësi këtu. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Për të folur për një bimë shumë të veçantë, të bukur, që ngjan me margarita dhe është ndër të parat bimë që çelin në pranverë. Dhe ne jemi të vëmendshëm e të kujdesshëm për t'i sjell edhe për publikun, sepse janë bimë medicinale që përdoren edhe për trajtimin e gjendjeve të ndryshme shëndetësore. Veç se ndryshon nga margarita sepse është e verdhë në kupën e saj, dhe kur harin që të piqet mirë, pra të plenohen ato vezoret brenda, kjo ikën fluturon, si thua, me ajrin, në mënyrë që të realizohet shpërndarja e farave të ndryshme. Ka një emër të veçantë, thundër mushka. Po. Që ka quajtur populli të vite? Është një bimë e cila shfrytëzon ato tokat cilat janë argjilore, bëhet shumë lehtë në pra ato masivet e dheut që i hedhin kështu, ose atje kur shkasin faqet e kodrave, për shembull, në për prej, në për vende që mbajnë lagështirë. Ja një ledull i bukur me thundërmushkën. Nëse do të shikojmë këtë gjë, për shembull, këtu mendojmë që jemi në muajt shkurt, mars. Pasi në këto muaj lulja e thundërmushkës nxjerr të parin atë kërcelin e saj, i cili është i mbështjell me njësi, shkon pra me një gjatësi 15 deri në 20 centimetra, dhe është i mbështjell me luspa, që po t'i shikojmë, pra shërbejnë për ta mbajtur në tër gjatësinë e tij drejt. E para. E dyta, këtu mbi vete ka kupën e lules me petale të verdha, që mendojmë se prania pak e squfurit në të, i jep këtë ngjyrë të verdhë petaleve të lules. Dhe duke qenë që kjo e shoqëron diellin, mund ta ndihmojë njeriu në pasjen në trup të tij të vitaminës D. Ka këtë emërtim për faktin se, po ta shikojmë këtë, kjo njëherë lulja çel gjithmonë e para. Pasi piqen lulet dhe përhapen, atëherë dalin gjethet. Ne tash këtu jemi për shembull në zonën e Ibës dhe as ish bërë gjetja, kaq e vogël, por bëhet edhe shumë më e madhe, me vërtet sa një gjurmë mushke. Nëse do të vëmë re këtë bimë, kjo është një bimë e cila do ujë, do lagështirë, ka një koeficient të madh avullimi të ujit. Por për ta mbrojtur këtë bimë që të mos thahet gjatë verës, në pjesët e sipërme të kutikulës së saj, kur nuk ka ujë, kjo vjen si shtresë qelçi të hollë, e cila e bllokon atë avullimin, që kryhet nga gojzat nga poshtë, dhe pjesa nga poshtë është si e mbuluar me një pushtë të bardhë. Po kjo akoma ende nuk e ka vënë, por dallohet që ndryshe është ngjyra nga sipër, që kërkon të marrë rrezë dielli sa më shumë tashmë për të bërë fotosintezën, dhe ndryshe është pjesa nga poshtë, ku janë të vendosura gojzat. Gjetja që ju keni në duar është e përdorshme si çaj? Është patjetër, është e re, kuptohet, kjo s'ka 15-20 ditë që është formuar, është e re, të tjerat janë edhe më të vogla, por ne i morëm për të theksuar njerëzit të dinë që kjo gjethe, por veç bëhet edhe më e madhe, ka ndoshta formën nga një formë zemre deri tek një patkua mushke.
Po, ndaj e ka marrë dhe këtë emër, ndërsa emri i saj në latinisht? Është tussilago farfara. Tussilago do thot kollë e mirë, pra e frenon kollën e mirë. Edhe në latinisht ishtë bashkangjitur, si të thuash, ai kuptimi i emrit në varësi nga sëmundja që kjo shëron, ose e kuron atë. Problemet, gjendjet e caktuara. E kujti i shkonte në mendje që kjo lule e bukur që e shohim kudo në fakt, të shërbejë edhe të trajtojë gjendje të caktuara shëndetësore. Si lule, ashtu edhe si gjethe. Ne do të tregojmë pas pak edhe çajrat që do të kombinohen. Jo rastësisht, po të themi kështu, jo rastësisht, kjo bim i gëzon këto veti. Sepse nëse do të shikojmë për shembull përbërësit kimik të këtyre luleve këtu, ose të gjethes, të parat janë ato që ne ju themi flavonoide, pra kimikate, substanca kimike, që kanë aftësinë të largojnë nga trupi radikalet e lira dhe të ruajnë trupin të freskët. Në veçanti, kjo lule godet, si të themi, në fuqinë vepruese të saj, tek mushkria, tek kolla dhe tek ajo frymarrja jo e lehtësuar, sidomos e fëmijëve, që kanë atë si zhurmë mace në krahëror. Tek flavonoidet, për shembull, është quercetina, është kaenferoli, është izoquercetina dhe purinat, të cilat na ndihmojnë shumë mirë që jo vetëm të largohen këto radikale, por trupi të rigjenerohet shumë më shpejt. Nëse do të vemi tek jo më tek flavonoidet, po tek polifenolet që kjo bim ka në brendësinë e saj, atëherë dominojnë, si thuash, disa lloje acidesh organike, kryesisht acidi klorogjenik, kafeik dhe janë ato taninet, ato idhtirat. Japin shije të hidhur nëse e teston. Që kanë veti rrudhëse. Pra, këto veti rrudhëse të kësaj bime na ndihmojnë që atë mushkrinë e acaruar që duket sikur nganjëherë sikur mushkria gulfon si ai proj kur kalon ujë si me potere, kështu ndodhe edhe tek mushkria, kjo fillon që ta fashiti atë, ta mbledhi dhe ta çojë trupin drejt rigjenerimit. Dhe më tutje neve mund të shkojmë tek glikozidet. Edhe këto janë substanca kimike të cilat kanë vetin e prodhimit, si thuash, të këtyre mucilagjeve. Çfarë mucilagje, doktor? Zbutse janë, si thuash, substanca kimike, disa haridhshe, të cilat, si sheqerna të ëmbla, të cilat kanë veçori që mushkrin ta zbusin, ta qetësojnë, dhe të heqin ato gërritjet e saj, ato kataret në rrugët e frymarrjes. E di pse ju pyeta, sepse diskutuam një ditë edhe te kuzhina me Albanën, kur po trajtonim dhe po gatuanim komposto me ftua, dhe fara, sipas një studimi që lexuam, përmbanin këto mucilagjet që trajtojnë edhe fara në gjendje të thatë, përdoren si çaj edhe ndihmojnë edhe në kollë. Po ftoj dhe molla, po në veçanti ftoj përmbajnë edhe pektinën. Po. Edhe pektina është zbutse, ka ato veçori që i ka fara, për shembull, po fara përmban edhe disa vitamina, për shembull, këtë B15-ën, B17-ën, këto farat e mollës të ftojit, po ftoj ka më shumë pektinë. Pektina është ajo që e bën si gjel një ujë, për shembull. Nëse zjejmë mollë dhe ftua, edhe kullojmë atë lëngun e precipitojmë, vëmë re që ai uji i lëngut të ftojit sikur ngrin. Kjo është ajo pektina që ndodhet në brendësi të këtij produkti. Të tjerë përbërës të bimës? Përveç mucilagjeve janë këto glikozidet, janë këto sheqernat. Atëherë, neve tham, njëra prej tyre, tham emri latinisht të saj, tussilago farfara. Pikrisht, këto të dy janë sheqernat që ndodhen më shumë te kjo bim, po është bashkangjitur, si thuash, ky emër, sepse përmbajnë këtë tussilaginën dhe farfarinën, janë dy kimikate që janë të mishëruara te kjo bim. Pra, e thënë shkurt, edhe këto sheqerna që ndodhen në këto petale lulesh dhe më pak tek gjetja, ndihmojnë dhe japin atë fuqinë e tyre vepruese tek mushkria. Nëse do të vëmë re, këtu ndodhen edhe disa vajra të tjera esenciale, por që janë në një përqindje shumë të ulët. Pra, mund të themi 0,1, 0,2 e maksimumi
kur ajo rritet në tokat, sidomos toka argjilore, po sidomos nga muaj qershor, korrik, që rritet përqindja e lëndës së thatë në gjethe dhe ulet përqindja e ujit, pasi kjo gjethja është mishtake, këtë potak putësh, po jo sot se kjo është e brisht, është e vogël kështu. Po kur fillon dhe trashet pak zmadrohet? Trashet ajo dhe biles ajo dhe kërcet kur qahet kjo kutikula që është si me tull. Po, ka tull mishtak. Pra, aty ndodhet pak vaj, po kështu edhe tek lulet pak. Por, përqindjen më të madhe, kjo e kap nga muaj korrik, gusht, që mund të shkoj deri në 0,2-0,3%. Atere, jo se ky vaj që ndodhet në këto gjethe do të na bëj atë mrekullin, por le të themi, nëse do përdorim ndonjë vaj tjetër bashkëshoqërues, atëhere, fuqia e vajt transportues ose shoqërues, që ne do ta shohim çik më vonë, tek kjo e marrë nga kjo bim ky lloj vaji, tek trupi i njeriut ajo vazhdon që të fuqizohet, të jetë më efekti veprues të jetë më i madh. E kuptoj. Por le të themi edhe një substancë tjetër, tek kjo bim ndodhen edhe disa alkaloide, të cilat nëse njeriu i përdor me doza të larta, sidomos intermedina dhe likopsina, atëhere. Me doza të larta pa u konsultuar me një specialist që të di dozat dhe të di sa Për shembull që shiko, po më pëlqen efekti veprues mua, dhe vazhdoj të pi 3-4 gota në ditë, atëhere, këto të dy kimikate që unë i përmenda, mundet që të më dëmtojnë pak mëlçin. Pra, shkojmë tek ky efekti i toksifikimit të mëlçisë, e cila nëse ne marrim mbi 2-3 gota, mundet që të na japi organizmi të vjella. Që do të thotë, po patëm këto shenja, atëherë ne duhet ta heqim, ta ndërpresim përdorimin e kësaj bime 2-3 ditë dhe mandej mund ta rifillojmë përsëri ose e rifillojmë me bindje, por do përdoret vetëm 2 gota në ditë. Po, doktor, referuar të gjithë përbërësve kimik të kësaj bime, të thundërmushkës, në kombinim me bim të tjera, është, le themi, kjo bim që pranon edhe bim të tjera për të bërë çaj, për të fuqizuar përbërësit, apo në vete? Unë jo më kot kam sjell këtu edhe luledelen, e cila kjo mund të themi ngjan me margaritën, por është më e vogël. Atëherë, nëse ne i bashkojmë këto që të dyja, atëherë efekti veprues i tyre vazhdon që të shumëfishohet. Si të thuash, jo vetëm qetësohet kolla, por ikin njëkohësisht paksohet edhe nxjerrja e sekrecioneve dhe njëkohësisht kjo është, si thuash, në një familje me kamomilin dhe na ndihmon edhe në largimin e gazrave nga zorët. Kështu që heqim dhe këtë fryrjen e barkut dhe të zorëve, thjesht duke bërë një kombinacion të këtyre luleve. Pra, nëse do të shikojmë tek gota aty, ne jo më kot kemi hedhur. Pra në një gotë me ujë kemi shtuar thundërmushk edhe lulen e deles. Afërsisht, unë kam hedhur aty 200 ml ujë dhe kemi hedhur edhe një lugë gjelle, ku më shumë kam hedhur petalet, lulet të thundërmushkës dhe më pak lulet dele. Atëhere, po të ishte ujë i nxehtë aty, ajo do të na ngjyrosej shumë shpejt dhe teleshikuesi do të thoshte, shiko, këta e kanë improvizuar me diçka. Por unë e lash këtu të ftohtë dhe prap ajo filloi që ta thyej atë ngjyrën e transparencës së ujit. Duke lëshuar pak a shumë nga ngjyra e secilës. Po, atëre, nëse ne do të bëjmë këtë veprim, të marrim të hedhim ujin e nxehtë në një gotë, 200 ml, të hedhim një lugë gjelle me petal, me lulet e thundërmushkës, ta mbulojmë me kapak, e lëm 10-15 minuta, ne kemi marrë një çaj të mirë, të mrekullueshëm, që na ndihmon shumë mirë në rigjenerimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe qetësimin e kollës. E dyta, nëse e bëjmë një kombinim, pra kam lule dele, kam edhe thundërmushke, përsëri afërsisht një lugë gjelle, ku dominante le të jetë në raportin për shembull 2 pjesë lule thundërmushke dhe 1 pjesë lule dele në 200 ml ujë. Ky është një çaj i mrekullueshëm për qetësimin e kollës dhe të spazmave të mushkërisë. Uji lihet 10-15 minuta, kullohet, mundet që të ëmbëlsohet me pak mjaltë.
Ka një shije të hidhur si pas tanineve dhe përbërësve? Pak, Ndaj është edhe për ta qetësuar. Pak rrullëse. Përdoret tek fëmijët, në cilat mosha mund të fillohet Mund ta përdorim pa frikë edhe tek fëmijët, vetëm atyre u japim kështu lug në mënyrë të vazhdueshme. Jo më kot e ka mbushur një kavanoz me lule thundërmushke. Për të treguar këtë gjë, nëse neve i mbledhim këto lulet e thundërmushkës, i thajmë afërsisht 50% dhe i vendosim në një vazo, ta mbushim këtë vazon me mjalt, ndoshta mjalt gështenje, ta mbyllim dhe ta vëmë në një errësirë. Për sa ditë? Mund ta lëmë edhe 40-45 ditë, derisa kur të vijmë një ditë që ta hapim kavanozin. Ngjyra do jetë besoj më. Ngjyra nuk diskutohet që është bërë më e errësuar, por edhe lulet janë tretur në acidet organike që ka mjalti. Në ato enzimat. Pas e konsumojmë vazhdimisht me lugë? Dhe më vonë, këtë mjalt, të gjithë ata që janë me azmë bronkiale, mund ta përdorin një lugë çaj në mëngjes, një lugë çaj në mbrëmje. Ndoshta edhe një lugë çaj në drekë. Asnjë efekt negativ në organizëm nuk ka. E marrim kështu siç është, me gjithë ato lule tashmë si të dekompozuara, të tretura, dhe e ham në mëngjes. Vetëm për pjesën e azmatike, po edhe tani është dhe sezoni alergjive. Personat të cilët vuajnë nga alergjia, kanë të efektshme këtë? Sigurisht që ndikon, por nëse do të vemi tek alergjia, mund të shkojmë tek ai çaj që është për alergjin, e cili ka edhe element të tjerë të bive, sidomos nga mëllaga që edhe ajo ka më shumë mundësi lagje se lulja e thundërmushkës, dhe shumë fishojnë secila nga këto efektin veprues të tyre. Plus tek çaj për alergjin, ne ju themi njerëzve që të përdorin hithrën dhe mëllagën e zezë, pasi këto kanë veti që të blokojnë, të frenojnë atë histaminën, të mos të prodhojë organizmi këtë histamin me tepric, dhe ajo të na shkaktoj irritime të lëkurës. Pra edhe njerë hithra dhe mëllaga e zezë, për këto fillimet e para të alergjisë tek njerëzit. Sikur 1-2 gota çaj në ditë nga ato është e mrekullueshme. Pra, përdorimet e lules së thundërmushkës, pak a shumë në formën e çajit janë këto që ne përmendem, ose më vete, ose e bashkëshoqëruar me ndonjë tjetër. Dhe le të vemi tashmë tek mënyrat e tjera të përdorimit. Po, gjethja, si përdoret gjethja? Edhe një herë theksoj, nuk është gjethja kaq e vogël sa duket sot. Kjo si thuash është janë këto gjethe si në miniatur, shumë të vogla, sepse kjo do vazhdoj që të rritet në prill, në maj, në qershor, kjo rritet, trashet dhe mbledh në brendësi të saj atë xhelin, i cili është plot me tanine. Atëherë, përse mund ta përdorim këtë? Siç përdoret lulja, mund të përdoret edhe gjethja. Në formë çaji. Vetëm në rastin se ne do të marrim për shembull gjethe, mund të hedhim për 200 ml nga një lugë deri në një lugë e gjysmë. Mund t'i thyejm pak, sepse unë e përmenda që kjo është si qelqore në pjesën e sipërve, vetëm nga poshtë që janë gojzat, kjo çliron shumë më tepër këto fitokimikate që kanë brendësinë e saj. Mundet që ne ta përvlojmë, tamam si lulet, por ta lëmë në një kohë pak më të gjatë. Nëse lulen do ta lëmë 10-15 minuta, këtë edhe 20 ta lësh nuk ka asgjë të keqe. Edhe sikur gjetheve t'ju japim një val gati 1 minutë, si thua sa t'i bëjmë njëkohësisht edhe një pasterizim, edhe një zierje të lehtë, përsëri nuk është se ne e shkatërrojmë fitokimikatet që ka kjo bim. Pra nuk i shkatërrojmë ato flavonoidet e polifenolet e mëra. Dhe në gjendje të thatë kemi sjell aty, po duket sikur ngjyra nuk është dëmtuar shumë, pavarësisht se është tharë. Po për shembull kjo nëse do të thahet në kushte të mira, e ruan atë ngjyrën. Veç se si thua kjo do oksidohet pak e nga pak me kalimin e kohës. Mund të përdoret gjethe e thatë e ruajtur deri në 2 vjet. Mandej fuqitë e saj fillojnë që të dobësohen. Si në paka shumë në pjesën kryesore të bimëve, kur kalon një farë kohë, ndaj edhe kanë një afat të caktuar. Pra, për kollën për mushkërit, kush nuk mund ta përdori çajin e thundërmushkës? Pra, edhe gjethet edhe lule. Për shembull, gratë shtatzana? Ai që nuk ka kollë, mund të mos ta përdori. Për shembull, gratë shtatzane mund ta përdorin 1 gotë në ditë, pasi ne theksuam që kjo ka në doza të pakta ato alkaloidet. Por nuk mund të themi që shiko,
kjo të përdori 3-4 gota, jo, sepse do të na kryej atë ndjesinë e të vjellit. Pra themi alkaloide, por në miniatur, në doza, në sasira shumë të pakta. Atëre, le të vemi tashmë tek përdorimet e gjethes. Theksuam çajin e parë, që mund të bëhet me 1 lugë deri në 1 lugë e gjysmë. Por gjethja ka edhe disa veçori të tjera. Për shembull, llapat që mund të bëhen me këtë gjethen, mundet që të na shërbejnë shumë mirë për qetësimin e dhimbjeve të kockave dhe të kyçeve. Atëre, si mund të veprojmë? Këto mund t'i marrim neve dhe ta bëjmë kështu. Nëse gjethet ne i kemi të thata, atëre, kur gjethja është e thatë, mund të veprojmë kështu, e zbusim pak, dhe ndërkohë që neve e kemi lagur këtë, atëre mundet që të marrim këto llapat dhe t'i vendosim ose t'i mbështjellim tek kyçi, ose neve të marrim dhe t'i mbështjellim tek gjuri, tek kjo pjesa këtu për shembull, e kombinuar ndoshta edhe me pak nga këto lulet që neve mundet t'i këpusim, ose nëse i kemi të këputura t'i marrim të thata dhe t'i vendosim aty. Pra, na ndihmon shumë mirë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe na ul ato edemat që janë për shembull nëpër kocka dhe kyçe. Pra, një formë llapaje është kjo, ta zbutim qoftë edhe si në avull këtë dhe neve realizojmë atë si formë kremi ndoshta e trash, po. Pjesa kemi për të treguar ndoshta dhe mund ta demonstrojmë të tregojmë shikuesve një pomadë që mund të përgatitet me anë të këtyre gjetheve të vogla, të thundërmushkës, kombinuar edhe me vajra të tjerë. Këtu janë në gjendje të thatë, sigurisht që mund të përdoren dhe në gjendje të njohur, mund të përdoren edhe në gjendje të thatë, duke i kombinuar me çfarë? Nëse duam që ne të përgatisim një krem dhe sidomos të marrim nga xheli që ndodhet në gjethet e thundërmushkës, ose të marrim nga këto flavonoidet që ndodhen nëpër këto kupat e luleve të thundërmushkës, mund të veprojmë kështu. Së pari, mund të marrim afërsisht 100 ml vaj, ose ulliri, ose kokosi. Më i mirë është vaji kokosit, pasi nuk na oksidohen përbërësit e vajt kokosit, edhe si kur ne ta nxehim vajt në temperaturë më të lartë. Në një temperaturë 150, 130, 180, 200, nuk është se do ta masim, por do e shohim që në vajin, për shembull që ne nxehim, këto lulet fillojnë që të skuqen, pra e ndryshojnë ngjyrën. Po kështu edhe gjethja fillon që të bëhet, si thuash, si ky bishti i kuqit kësaja. Atëherë, ndërkohë që është bërë si i skuqur si bishti edhe gjethja, e marrim dhe e heqim atë tenxheren ose xhezven ku ne kemi vendosur këtë sasi vaj të kokosit ose të ullirit dhe në të kemi hedhur afërsisht 2 lugë gjelle me gjethet e thundërmushkës. I kemi thërmuar, i coptojmë ashtu që të rritet sipërfaqja e bashkëveprimit, ose mund të hedhim edhe pak lule në të. Atëre, i lëm edhe pak, sepse mund të ketë shkuar temperatura, le themi 180 gradë. I lëm të ftohet dhe ndërkohë gjatë kësaj periudhe, këto tek vaji na transportohen gjithë këto mikroelementet që ka gjethja. Mund të themi në masën deri në 60%. E kullojmë vajin kur është përsëri i nxehtë. Për shembull, 50 gradë, 60 gradë, që edhe po ta fusim pak gishtin, na djeg pak. Këtu jemi diku te 60 gradë. Marrim në të tashin hedhim 8 deri në 10 gram dyll blete. Në mënyrë që ta bëjmë një pomadë. Jo, shkrina, hidhet po tjetë ky vaj i nxehtë, 60-65 gradë shkrinë. Në të kundërt, e vëm pak mbi sobë, sa të shkrit bëhet edhe ai. Si banjëmari, po. Mbarua me këtë proces. Tashi do të hedhim tek vaj këtu brenda, ose vaj esencial të livandos, ose esencën e kamomilit. I shtojmë në këtë, për shembull, afërsisht në 100 ml, mund të hedhim nga 10 pika, nga njëra ose nga tjetra.
Kamomili mund të na i thyej pak ngjyrën dhe do të na afrojë drejt blus, se ka atë kamazulenin. Ndërsa vaj livandos e lë atë ngjyrën ashtu siç është. Pasi janë homogenizuar vaj, dylli edhe esencat, këtë e hedhim në përgota dhe e lëm që të ftohet. Gjatë ftohjes ai do të mpikset. Atëherë, këtë pomad është një krem, si thua, po më i trash, më i do ta përdorim për dhimbjet? Do të dhimbje, kocka kyçe. Po. Është e mrekullueshme. Së dyti, mund ta përdorim për ato lëkurat që kruhen, për shembull nga ekzemat. Pasi është edhe antiseptik, po është edhe rigjenerues. Po mund ta përdorim për shembull në rastet e puçrave, se na ndihmon në rigjenerimin e këtyre njollave të zeza që na lën puçrat neve në fytyrë. Në vendin e tyre ku ato trazohen. Po, ato aknet për shembull. Por më të suksesshmet kyçet e enjtura, sidomos tek gjunjët nga artriti reumatoid dhe ekzemat. Qartë. Pra një pomadë në kushtet e shtëpisë me rrugët që treguam, me vajin e kokosit, me dyllin e bletës, ose me vajin e ullirit, por siç e tham për pjesën e oksidimit që i kokosit është më rezistent, duron më tepër temperaturën e lartë, nuk i oksidon përbërësit e tjerë, po ashtu edhe me bimën që vendosëm sot ta ndanim me ju, kudo gjendur kjo bimë e bukur, që quhet thundër mushka, që trajton kollën, trajton edhe problemet me mushkërinë, gjithmonë duke u konsultuar me një profesionist patjetër për sasinë, rekomandimin çajin, sa kohë zgjat përdorimi i tij e të tjerë. Faleminderit shumë doktor për këshillat e sotme. Faleminderit edhe juve, sigurisht kënaqësia ishte edhe jona. Gjithashtu për të tjera informacione rreth bima dhe shëndeti, këshilla që kemi trajtuar në vazhdimsinë e programit tonë, do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube Rreze Dielli.